Sekuestrohet celulari i ish kryebashkiakut të Kavajës Elvis Roshi. Policia e shtetit dha detaja mbi operacionin e zhvilluar mbrëmjen e së shtunës, ku ish zyrtarit ju gjetën në shtëpinë e tij edhe kupona nafte e lista zgjedhësish. Me urdhër të SPAK, Byroja Kombëtare e Hetimit kontrolloi shtëpitë e 4 personave të tjerë: Orges Sinella, Tak Roshi, Tauland Hasa dhe Mirel Sinella. Këtij të fundit ju gjetë edhe një pistolet manovër. Urdhri për kontrollet u firmos nga gjykata e posaçme me kërkesë të prokurorit Edvin Kondili. Burimet bëjnë të ditur se ish-kryetari socialist i Bashkisë Kavaj ka mbledhur vota në emër të kandidatit të demokratëve, që është edhe kushriri i tij Elton Roshi. Megjithatë, kjo mbetet ende e pa konfirmuar zyrtarisht. Të 5 personat dyshohet se kanë kryer veprën penale të korrupsionit në zgjedhje. Elvis Roshi në prill të vitit të kaluar u dënua me 7 muaj burg, por nuk qëndroi asnjë ditë në qeli, pasi gjykata ja konvertoi në 60 orë punë komunitare dënimin. Ish numri 1 i qytetit të Kavajës u shpall fajtor për veprën penale të falsifikimit të vulave, stampave apo dokumenteve që lidhe me formularin e vetdeklarimit. Roshi ka drejtuar Bashkinë e Kavajës, i zgjedhur nga socialistët.